Të nderuar përfaqësues të medjave, sot këtu në sheshin e qytetit jemi bashkë me fëmijët e qerdhes së qytetit, kopshtit e qytetit, për të festuar ditën e planetit. Unë do të jap një mesazh nga kjo ditë që qytetarët jenë më të kujdesshëm me hapësirat publike dhe me mbeturinat. Ne vazhdojmë të kemi një dukuri jo të këndshme nëpër qytet, veçanërisht pranë kontenerëve ku qytetarët hedhin çdo lloj të mbeturinave. I përkujtoj edhe një herë qytetarët që komunet e Tovës me vendim të Këshillit, gjitha mbeturinat jashtë atyre komunale të përditshme vinë deri në shtëpi ju a merr pa asnjë pagesë. Edhe një herë pra unë ndëgjova këto ditë se qytetarët arsyetohen se komuna ju më kërkon nga 1000 denar. Komuna nuk ju kërkon asnjë cent për mbeturinat të cilat janë jashtë atyre komunale të cilat duhet të paraqiten qytetarët dhe shkojnë më marrim edhe një herë shtëpi, sepse me atë që i hudhin pranë kontenerëve, ata vetëm që na e randojnë menaxhimin dhe punën me menaxhimin me mbeturinat. Edhe një herë i luz gjithë qytetarët që të kujdesemi bashkë për ambientin, të kujdesemi bashkë për këtë qytet, për hapësirat publike, sepse ne si komunë çfarë do që të bëjmë, nuk do ta kemi atë rezultat të cilin e duam. Edhe një herë uroj gjithë tetovarëve dhe të gjithë qytetarëve të maqedonisë së Veriut ditën e planetit, duke dëshiruar që të kujdesemi bashkë për këtë shtëpi të vetme të cilën e ka falë Perëndia. Poštovani predstavnici na Mediumit, danas тука во площадот во Тетово го прославуваме денот на планетата Земја. Ова е добра можност за да уште еднаш апелираме до сите наши граѓани да сиот отпад, надворот, комуналниот отпад треба да се јават и согласно плуката на Советот на општина Тетово, ќе го собереме од дома. Ви замолувам уште еднаш, тој отпад да не се фрли до контейнерите, затоа што со тие постапки не ја отежнуваат, не го отежнуваат менаџирањето со отпадот и со тоа не отежнуваат можноста за да имаме почист град и поубав град. Наша заедничка заложба треба да биде да имаме почист и поубав град, затоа уште еднаш ги информирам и ги замолувам. Отпадот кој треба да го соберат од дома, да се јават на бројот кој е на веб страната на предпријатието на општината и од предпријатието ќе одат и го соберат од дома, да не ги фрлат до контейнерите, затоа што минимално што тоа е лоша слика за градот, а најлошо што може да биде, тоа може да биде и можност за не дај Боже некоја инфекција. Затоа уште еднаш ги замолувам за се што е надвор од комуналниот отпад кој треба да се врди, може да се врди во контейнерите, да се јават во предпријатието и ќе го собереме. Sot të gjithë fëmijët e Kopshtit, edhe këto që janë grup moshat e mëdhaja këtu në qendër, po edhe në ambientet e Kopshtit kanë aktivitet shënimin e ditës së planetit Tokë, ku me këtë ditë do t'japëm një mesazh ne si Kopsht, ku këto fëmijë të vegjël në objekte që kemi kontinjerat të vedisohen qytetarët dhe të mos shpërdorin ato kontinjer, po të ruajnë edhe ashtu si që mundohemi të ruajmë edhe ne, të bashku me fëmijët, ashtu edhe qytetarët të ruajnë ambientet tona. Të ruajmë planetin, një mesazh edhe nga fëmijët është që të ruajmë planetin se kemi vetëm shtëpi të vetme, të ruajmë tokën sot, nesër dhe çdo ditë. Денес во сите објекти градинката Младост се обележува денот на планетата Земја. Денес овде во центарот Тетово се групите, големите групи, да викам прешколските групи, а во другите објектите помалите. Сите даваме една порака до сите граѓани, да не ги злоупотребуваат контейнерите што се во нашите објекти и тие заедно со нас да се потрудиме да ги одржиме објектите кај се децата, кај се растат, да бидат чисти. Планетата, да ја чуваме планетата, што ни е битен од дом што живееме, да го чуваме земјата, денесите и секогаш. Citaat Brudor, kur do mbajt kongresi I Blenit dhe
Po sot kemi një rast më të mirë se sa politika. Besoj që para se tjetë me rëndësi se si do të vazhdoj politika në përgjithësi në Maqedoni është me rëndësi se si do të menaxhojmë jetën tonë të përditshme. Si do qoftë, po ne vesh më kemi marrë vendim për të nisë procesi i bashkimit apo shkrirjes në një subjekt të vetëm politik. Unë besoj brenda kësaj jave subjektet politike, pjesë të Vlenit do duhet të sjellin vendime për emërimin apo përcaktimin e antarëve në kryesinë e përbashkët prej 23 antarëve dhe pastaj ajo kryesi do të vazhdojë me procedurat e më tutjeshme drejt ngrirjes së shtabeve në nivel lokal të përbashkët dhe sigurisht edhe vendimin për ndonjë kongres përbashkues ku do të formalizohet edhe subjekti i vetëm Vlen. Nuk është diskutuar, ajo është më pak me rëndësi përsëri se kush do të jetë kryetar, me rëndësi është harmonia që funksionon brenda antarëve të Vlenit, kush do të jetë kryetar, unë besoj se do të jetë më i miri për Vlenin dhe për shqiptarët në Maqedoninë të Veriut. Ne kemi pasur dyshime dhe informata shumë më herët para fillimit të vitit 2025, por informatën më konkrete e kemi marrë fatkeqësisht nga mediumet, kur veç më u bë publike dhe në një takim që kemi pasur të përbashkët në Prishtinë edhe vetë pranoi se ka komunikim dhe se janë dokumentuar që të vazhdojnë të takohen dhe të koordinohen për aktivitete më të gjashme politike. A pritet që qaftë të dalë nga qeveria zotëri Tarabalia? A do e kërkoni ju si Vlen se zotëri Mexhiti ka? Që gjë është e panatyrshme që një subjekt politik që bashkëpunon me një subjekt politik në qeveri që bashkëpunon me një subjekt apo me opozitën të vazhdojë të jetë pjesë e qeverisë. Ne si Vlen sollëm vendimin të cilën është i njohur opinioni, sigurisht që tash në koordinim me pjesën tjetër të qeverisë, me partnerët e qeverisë, do të sjellim edhe vendimin e fati, do të kisha thonë, të qeverisë dhe koalicionit qeveritar. Po edhe njerë po e përsëris që çdo kush që bashkëpunon me BD-n dhe Ali Ahmetin, të cilin ne e kemi akuzuar dhe vazhdojmë të akuzojmë për korrupsion, për krim dhe keqpërdorim 20 vjeçar të pozitave publike, nuk është e mundur që të jetë pjesë e qeverisë, por përsëri them, është një vendim formal që duhet ta bëjmë si partner të koalicionit qeveritar. Politička vdela como Znači, nije kako Vlen već je donesovne odluka da odeme kon sojedinuvanje, kon spojuvanje, od tego da ne bila da treba organite na partijite koji go se činovat ova koalicija da donesa odluka za da izvarat členovi do zajedničkog predsjedateljstva od 23 člena, a sigurno posle toga predsjedateljstvo će donese odluka za pomoćnike 4 za ili sojedinuvanje do jedan subjekt po partijama. Ima li procedura kako će se bira predsjedatelj na partija? A to će se bira suglasno statutarni opredeli. Znači prvo treba da imamo jedan zajednički organ koji će odlučuva po natamu, sigurno će se formirati komisija, statutarna komisija po kojoj će se opredelati cilj do ovih prašanja, znači kako će se izbira predsjedatelj od organov na ili rakovodenja su partijata koji će biti cilj mehanizmi za kontrola i za balansiranje za to što se raboti se pak za pojeće subjekti koji treba da po jedan proces priroden da stanat jedan subjekt. Tako da, znači prvo što je važno, već je doneseno odlukata da imamo zajedničko predsjedateljstvo koje će bi opredeli zajednički čekori na tematike čekori posebno. Pa sigurno, znači svoj zakon treba da završi cijeli ovaj proces zajedničke kongresa, kada će se donese formalna odluka za zapišuvanje do Ne, znači ništa, ne je opredeljeno, samo je odlučeno дека odime kon sojedinuvanje. Kryetar, me largimin e Albin Tarabarit, atëherë realisht edhe vjen në pikpyetje legitimiteti. Si do të funksiononi më të gjë? A do ketë legitimitet Vleni pa Tarabarit në qeveri? E kemi thënë që legitimitetin e ka marrë koalicioni Vlen me 107.000 vota të cilat i ka marrë në zgjedhjet e fundit, si koalicioni i cili është përbërë nga parti shqiptare. Pra gjithë partitë tjera kanë qenë parti që kanë përfshin në rrethin e tyre më shumë komunitete në Maqedoninë të Veriut dhe ne vlerësojmë se përfaqësimin e shqiptarëve, të drejtën e përfaqësimit të shqiptarëve ka koalicioni Vlen. Dhe përsëri këtu çdo subjekt, unë kam thënë edhe vazhdoj
të insistojnë atë që çdo subjekt që largohet nga Vlen nuk e ka përkrahjen e këtyre 107.000 votave të cilat i ka marrë koalicioni Vlen. Prandaj, pa marrë parasysh numrin e deputetëve, unë vlerësoj që koalicioni Vlen vazhdon të ketë mbështetjen dhe përkrahjen e qytetarëve të atyre 107.000 votave të cilat i ka marrë dhe sigurisht të ketë edhe legitimitetin, por këtu të sqarojnë opinionin që unë e pres që në ditët në vijim, kur do të mirret edhe vendimi formal në kuadër të qeverisë për hapat e mutëtjeshëm, që numri dhe përkrahja e qeverisë të rritet dhe jo të zvoglohet. Znači, nije kao koalicija Vlen gdobivме 107.000 гласови од една коалиција која се сочинуваше од албански политички партии. Знаеме дека другите коалиции беа мултиетнички и во овој дел, особено коалицијата на ДУИ, не може да се повикува на застапување на правата на албанците во државата. Цениме дека ги добивме тие гласа, 107.000 гласа, за да ги представиме албанците и другите граѓани во ова влада и било кој да се одцепи од оваа коалиција ја нема поддршката на овие 107.000 гласови, затоа цениме дека овие 107.000 гласови се нашиот легитимитет да ги представиме тие гласови во владата. Kryetar, dali pak të temat lokale. Gjatë ditës së gjeshme, shërbentarët thonë se kanë qenë të ankohë në komunën e Tetovës për ngrica që i ka dëmtuar, ndërsa nga ana e disa administratës nuk janë marrë parasysh. Ndërsa në qytete të tjera janë shpallur me gjendje të jashtëzakonshme për të ndihmuar qytetarët. Unë e di se nga situatat paraprake kemi pasur një vendim, kemi një plan të cilin e kemi miratuar. Qytetarët do duhet të paraqiten në komunë formalisht, arhivën e komunës për dëmet e tyre dhe komuna do e vazhdoj punën ati komisioni dhe këtë e dim ne që është vendim cilin me gjithat e merë qeveria a do të dëmë shpërblej dhe sa do të dëmë shpërblejnë ata qytetar. Ne si komunë bëjmë procedurën, do kësha thonë, administrative të evidentimit të rasteve dhe të njëjtat i përcjellim dhe në qeveri. Unë do të shqyrtoj se çfarë bëhet fjalë dhe për çka është situata. Nuk kam pasur për herë të parë ndonjë, nuk kam pasur ndonjë ankesë personalisht unë, po do e shfrytëzoj këtë si rast që të intereson në administratën e komunës nëse ka pasur kështu situata që mos të përsëritet. A do dile komisioni intern? Po nëse do ketë kërkesa formale të adresuara në komunën e Tetovës, komisioni do duhet të dalë në teren. A ka komuna e Tetovës një plan për vazhdimin e bulevardit Vladisław Shkolla Tekstile deri te funksionimit e mas mesazhi që janë aty po kërkojnë që të vazhdohet edhe ande nga. Për vitin 2025 është në plan pra vazhdimi i bulevardit Blagoja Toska tek kazerma e qytetit, ashtu që edhe kemi edhe vendim, në fakt edhe kompani, biznes, firma apo operator që duhet i përmbyll ato punë. Aty jemi në fazën përfundimtare të përcaktimit të eksproprimit atyre pronave cilë që janë problematike dhe sigurisht edhe punimet tjera në qytet për riparimin e rrugëve, rrjetis së rrugëve, sa i përket vazhdimit në pjesën nga shkolla tekstile deri tek lokacioni Mema, do të jetë në vitet e ardhshme, ku më konkretisht në vitin 2026.